Përshëndetje të dashur miq, sot të përgatisim së bashku tavë krap i Shkodre. Kam marrë një peshk, krap, është 2 kg gjys, edhe do ta kripim. Do ta kripim me krip të trash. Marrim një tepsi e do ta lujmë me vaj. 2-3 lugë vaj ulliri. E kalojmë peshkun pak në mirë. Mbasi kemi kaluar copat e peshkut në mirë, hedhim pjesën e kripës që ka mbetur në hen, edhe i hedhim edhe pak vaj ullirit nga sipër. Peshkun do ta pjekim në furrë për 20 minuta. Tani do të përgatisim salcën e peshkut. Hedhim vaj ullirit, 4 qep, kam marrë 4-5 thelba hudër, dhe do t'i kemi një hudë. Hedhim pak ujë, 2-3 lugë ujë. Do t'i shtojmë 2 lugë miell qepës. Kam bërë 4 domate. I hedhim një lugë krip, gjys lugë rigon, edhe gjys lugë piper. Do t'i hedhim edhe një lugë sheqer, jo plot. Sheqerin ja hedhim që mos t'jem të tharta domatet. I shtojmë edhe një lugë salcë të kondensuar. I hedhim edhe majdanoz, një dorë majdanoz. I hedhim edhe 1 litër ujë. E lejmë salcën që të valoj për 10 minuta. Salcën e kemi gati, do ta heqim nga zjarri. Kemi hequr peshkun nga furra, ka marrë ngjyrë, dhe tani do t'i hedhim salcën nga sipër. Do t'i hedh 80 ml kuthu, edhe pak vaj ulliri. Tavën e krapit e kemi gati, do ta vëmë në furrë, do ta pjekim për 40 minuta në 220 gradë. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot, shihemi në videon tjetër.